Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma të dashur miq. Mirë se takuam sërish në të dielën tonë kaq të ngrohtë, të bukur, të dashur dhe miqësore. Siç e shikoni, paneli sot rrezaton nga figura të paqta femërore, por kemi dhe një personazh nga bota e kafshëve, më saktë e shpezëve, që është mes nesh. Dhe ai është pikërisht papagalli Alma. Papagalli Alma ka ardhur si një personazh përfaqësues i pyllit për të na treguar se sa pranë qëndron natyra me ne dhe me krijuesen ton, të cilën sot të dashur miq e kemi të ftuar nderi, dhe ajo është Margarita Llapushi Zeneli, e cila, ky është papagalli i panelit ton, që nuk dia se si të bëj, nuk dia se si të flasi papagalli, por gjithsesi Moza, dëgjoj, papagalli në fakt është një shpend që flet shumë, nuk më pasqyron. Gjithsesi unë jam munduar të flisë pas meje dhe do thoshë Margarita, ka ardhur Margarita këtu në panel. Në fakt siç e kemi publikuar edhe në Facebook, sonte të ftuar kemi shkrimtaren që sapo ka botuar librin e saj për fëmijë, Margarita Zeneli Llapushi. Mirë se erdhe Margarita. Mirë se ju gjeta. Mirë se erdhe së bashku me librin tënd Gushkuqi dhe Tili, sepse ky është sebepi që ti je në mesin ton. Faleminderit. Unë kam kënaqësi në fakt që ndoshta ti nuk e bër promovimin ende të këtij libri, por pse jo, në emisionin ton në botën e fëmijëve, ti të promovosh për herë të parë librin tënd Gushkuqi dhe Tili, i cili ka edhe një kopertinë shumë të këndshme dhe një fabul gjithashtu po aq interesante. Mund ta tregosh një herë, Moza? Ja. Shumë e bukur. Dhe është e mbushur plot e për plot me figura nga më të bukurat, me ndriçim dhe me ilustrim shumë të gjetur të teksteve, gjë që e bën kaq shumë interesante dhe i bën dhe fëmijët të mbesin të magjepsur nga ilustrimi i gjetur i figuracionit me tekstin, sepse ky libër është i përbër nga prozë dhe poezi, nuk ka vetëm një zhanër, por ka brenda ashtu siç është Margarita jon. Margarita jon është plot me dashuri, plot e përplot me ëndra, me pasione, dhe të gjitha krijimet e saj në fakt janë të përmbushura me nga një mesazh, me nga një ëndër, me nga një dashuri dhe me nga një vlerë, sepse Margarita nuk di të flasi ndryshe, vetë se të përçoj nga mirësia dhe të rrezatoj nga dashuria e saj. Së fundmi i është bashkuar armatës së poetëve dhe krijuesve të letërsisë për fëmijë, si duket e ka ndier dhe është vetë ndërgjegjësuar që ky zhanër po ndjente nevojën për të pasur rreth saj njerëz si Margarita, njerëz me shpirtin margaritar, siç ka edhe emrin. Margarita, jam shumë e lumtur që të kemi në mesin ton, edhe me pamje, në mënyrë që shikuesit dhe fëmijët të ndjejnë të gjithë justifikimin e fjalëve të mia. Edhe portreti yt e justifikon mirësinë tënde. Unë falenderoj që pranove ftesën tonë për të qenë pjesë e këtij emisioni, por kjo nuk do të mbarojë këtu. Ti si një shkrimtare për fëmijë, duhet të jesh pjesë e vazhdueshme, e ke për detyrë morale të jesh pjesë e vazhdueshme e këtij emisioni. Apo jo, papagall? Sigurisht që po, por mos ta harrojmë që Margarita ka qenë pjesëmarrëse në harkun e kohës të emisioneve tona, ku ajo na ka dërguar disa herë tregimet dhe vjeshtat e saj, ku ne I kemi shfaqur në video. Patjetër, si një krijuese ëndrash që është Margarita, 2 fjalë për librin e saj Margarita, dhe ne do të kalojmë në interpretimin pa humbur kohë të pjesëve të librit tënd. Atëherë jam e lumtur. Si lindi ky ngacmim për këtë libër? Si që ky ngacmim I brendshëm, sepse ti ke shkruar për të rritur dhe mendoj që ky është libri I parë për fëmijë apo jo? Po, ky është libri I parë. Në fakt ka marr para 3-4 vjetësh, por libra të tjerë
e lash pak si aktore. Në fakt, nuk e di, fëmijët, unë i kam dashur dhe i dua jashtëzakonisht, i dua shumë edhe ngacmonte çdo histori, çdo gjë që preka të fëmijët më ngacmonte ta ruaja, ta ruaja si kujtim. Dhe kam thuajse afër 4 vjet që i kam mbledhur të gjitha këto tregime, thuajse janë të vërteta, tregimet janë të vërteta, janë ngjarje të vërteta nga niprit, nga mbesa, fëmijët e mi kur kanë qenë të vegjël. Edhe tani erdhi momenti që unë i mblodha dhe duhet ta botoja të fëmijë. Këtë nektarin tënd, ti do ta ndjesh pastaj në gojët e fëmijëve të vegjël, që sa bukur që do të vinë. Sa për ju është bashkuar panelit ton Noemi nga Kruja, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe bukuroshe. Mirëmbrëma. Bashkë me Suzanën tonë që kemi dhe një vogëlushe tjetër, patjetër një vogëlushe të heshtur, e cila pret gjithmonë në qetësinë e saj, që e ka një qetësi karakteristike, që i duhet këtij paneli. Ne jemi një kompozit karakteresh, por Suzana ruan atë pjesën e qetësisë, atë pjesën më të dëshiruar edhe për botën e fëmijëve, të treguarit të prrallave me atë zërin e saj të ngrohtë dhe të ëmbël. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe Suzan. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjeta. Përshëndetje për të gjithë ju. Përshëndetje veçantë kuptohet për shkrimtarin. Për papagallin i shkonsonshme. Për fëmijë. Edhe përshëndetje. Edhe për papagallin, Suzana, nuk e njohe, na ka po patjetër, po e ndjek, po sa papagall i heshtur që është. Po tani nuk kam mësuar akoma të... Margarita, unë do doja të dija edhe një pyetje të shkurtër kam lidhur me ambicien tënde për këtë libër. Mendon që do të pasohet nga të tjerë, apo tashmë ti ke në duar krijimtari të tjera dhe ky libër do të qëndrojë ca në heshtje, apo ka ngacmuar atë fantazinë dhe të rrëmben në dëshira për të shkruar vazhdimisht për fëmijët në këtë periudhë, në këtë aromë të këtij libri? Patjetër, Moza, nuk do ndalem së shkruari për fëmijë, madje kam nisur të shkruaj disa fabula që nuk i kam postuar, në Facebook ose në rrjetet e tjera sociale, nuk i kam akoma dhe do vazhdoj të shkruaj për fëmijë sepse më ngacmon çdo gjë që ka lidhje fëmijët me botën e kafshëve, me çdo gjë. E po në fakt ti ke ngacmuar dëshirën dhe njëkohësisht falenderimin e shumë fëmijëve për krijimtarinë tënde dhe për këtë libër. Madje Alma ka një video tani që do të visi një surprizë shumë e këndshme për ty, nga një person shumë i dashur për ty, i cili ka sjell një përshëndetje në formën e një poezie që është shkruar nga ti. Le ta ndjekim. Papagall? Në fakt janë 2-3, por ne do t'i shfaqim dal nga dal, do t'i... Mjafton një risa për të nxehur Margaritën tonë? Ja ta ndjekim surprizën e parë. Angjo dhe mësimi i vërtet. Angjo ishte një djalë i zgjuar dhe shumë i dhënë pas futbollit. Ai kishte një pasion të madh, skuadrën e Bayernit. Ai ndiqte të gjitha ndeshjet dhe kur skuadra e tij humbiste. Mërzitja e tij nuk ishte për skuadrën që humbiste një ndeshje, më shumë se sa kur shokët e klasës fillonin të ngacmonin kur skuadra e tij e preferuar humbiste. Ha, Angjo, prap humbi Bayerni yt, i thoshte Bledi duke qeshur me shokët. Ditë pas dite, talit nuk ndalishin. Angjo ndjente zemrën të rënduar, por nuk thoshte gjë. Një ditë mësuesi të gjithçka dhe vendosi të ndërhynte. Fëmijë, tha ai, nëse fitoret janë gjithmonë të rëndësishme, atëherë çfarë ka besnikëria? Angjo nuk ngel skuadrën vetëm kur fiton, por dhe kur humb. Kjo tregon forcë dhe dashuri të vërtetë.
fjalët e mësuesit i lan shokët pa fjalë. Të turburuar ata shkuan tek Angjo dhe i kërkuan falje. Për asaj dite, jo vetëm që nuk e ngacmonin, por dhe fillan ta pyesnin për skuadrën e tij të dashur. Nuk është turp të humbazësh apo të mbrosh atë që dashuron. Respekti dhe besnikëria janë më të vlefshme se çdo fitore. Te Zemag, më ke kënaqur me këtë libër dhe me këtë parradhë. Faleminderit shumë, të dua. Oh, sa ëmbël, sa surprizë e bukur. Margarita, urojmë dhe shpresojmë që të jesh përmbushur emocionalisht nga nipi yt, i cili e solli kaq rrjedhshëm interpretimin e tij. Unë Si ndihesh? vetëm e pash mot nuk e dëgjova se çfarë lexovi, nuk e di, zëri më mbyllet mua aty. Po e di, është nipi im, është Angjo dhe unë kam shkruar 2-3 Dhe pikërisht ai për Angjon lexoi, të tijën, domethënë ato që ti ja ke personalizuar aty. Pra sa mirë. Është një djalë shumë i zgjuar, është djali i motrës time, i dashuron librin, do shumë, i lexon, e ka marrë librin, e ka lexuar brenda natës kur ja dhash atë ditë. Dhe e përqafoj fort, faleminderit për surprizën, Angjo, të du fort e gja. Faleminderit Angjo, vërtet, dhe unë dua në fakt Margarita të bëj prezent dhe 2 pjesëmarrëse të tjera, të cilat janë bashkuar panelit krahas fëmijëve të tyre. Dhe njëra është mamaja e Noemit, e cila do të bashk marri pjesë në këtë emision me të bijën, që është krah për krah gjithmonë me të. Mirëmbrëma, mirë se erdhe Zemra. Mirëmbrëma të gjithëve. Si jeni mirë? Mirë, faleminderit që je me ne. Si u gjeta? Mamin e Samuelit, doktoresh Alketën, psikologen ton, e cila gjithmonë për të qenë me ne, me qenë se Samueli është pak qef me grip, ne ju urojmë shërim të shpejt dhe shumë faleminderit mamit që po e zëvendëson denjësisht Samuelin sot. Shpresoj të jem në të njëjtën lartësi, nuk e di. E po atëherë që të kompleksojmë një çik neve ty, pse mos ta fillojmë nga ty ne sot si parin e këtij libri. Patjetër. Kam zgjedhur një pjesë të Margaritës që më pëlqeu shumë. Më pëlqeu sepse lidhet edhe me atë historikun ton të emigrimit dhe gjërat që ndodhin midis fëmijëve tanë, ne dhe të tjerëve që na rrethojnë. Atëre, pjesa quhet Noeli që s'fliste dot shqip, por gjermanisht. Në pushimet verore, në një fshat të bukur mes maleve të larta, erdhi të jetonte një djalë i vogël me emrin Noel. Noeli kishte lindur dhe jetonte në Gjermani, por me prindër shqiptar. Flokët e tij të verdha si dielli dhe sytë e kaltër si qielli e bënin të dukej një personazh nga ato të prallave. Por Noeli kishte një problem të vogël, nuk dinte të fliste shqip. Ai fliste vetëm gjermanisht, gjuhën e vendit ku ishte rritur. Kur familja e tij vendosi të vizitonte fshatin shqiptar të origjinës së prindërve, të gjithë fëmijët e lagjes u mblodhen rreth tij për ta përshëndetur. "Përshëndetje, si quhesh?" e pyeti Ana, një vajzë me flokë të çrregullta dhe buzëqeshje të ëmbël. Edhe Noeli buzëqeshi, por nuk tha asgjë. Ai nuk e kuptoi pyetjen. "Ishi Noel?" tha ai me zë të qetë. "Çfarë tha?" pyetën të gjithë fëmijët në kor. Askush nuk dinte gjermanisht dhe Noeli nuk dinte shqip. Gjatë javëve të para, Noeli ndiej paksa vetëm. Ai shikonte fëmijët e tjerë të luanin në obor, por nuk guxonte të afrohej, sepse nuk dinte si të fliste me ta. Në vend të kësaj, ai vizatonte pamje të bukura me ngjyra, një shtëpi të vogël në mal, një lum që rrithe me shpejtësi dhe një ylber të mrekullueshëm. Një ditë, Ana dhe fëmijët e tjerë u afruan pranë tij. "Çfarë po bën?" e pyeti Ana duke treguar vizatimin e tij. Noeli nuk e kuptoi pyetjen, por e kuptoi që ajo po fliste për vizatimin. Ai buzëqeshi
dhe tregoi me sy me gisht ylberin në vizatim. Regenbogen, ylber, në klapa, tha ai. Regenbogen, u mundua Ana ta përsëriste. Të gjithë fëmijët filluan të qeshnin dhe të përsëritnin fjalën me zë të lartë. Noeli qeshti edhe vetë. Për herë të parë ata filluan të kuptoheshin, edhe pse vetëm me një fjalë. Nga ajo ditë, fëmijët dhe Noeli gjetën mënyra të ndryshme për të komunikuar. Ndonjëherë përdornin duart si të ishin kukulla, ndonjëherë vizatonin dhe herë të tjera thjesht qeshnin së bashku. Ana filloi ta mësonte Noelin me disa fjalë shqip. Top, i tha ajo një ditë, duke i treguar topin e kuq. Top, tha Noeli, duke përsëritur me kujdes. Pastaj ai mësoi Anës një fjalë gjermanisht. Bal, top, tha ai. Bal, tha dhe Ana, dhe të dy filluan të qeshnin. Me kalimin e kohës, Noeli filloi të fliste shqip gjithnjë më shumë. Ai mësoi fjalë si lloj-lloj, mëngjes dhe shok. Ndërsa fëmijët e fshatit mësuan disa fjalë gjermanisht, si danke, guten tag. Ata krijuan një botë të vogël ku gjua nuk ishte pengesë, por urë që i lidhte. Një mëngjes kur Noeli doli në obor, pa që të gjithë fëmijët e kishin vizatuar një ylber të madh në tokë me ngjyra të ndezura. Si për ti shkruaj në gjermanisht Freudenschaft, miqësi. Noeli qeshi me lot në sy. Ai e kuptoi që edhe pse gjuhët e tyre ishin të ndryshme, miqësia e tyre ishte një lloj e bukur sa një ylber, me ngjyra të ndryshme, që bëheshin bashkë për të krijuar diçka të jashtëzakonshme. Faleminderit. Faleminderit Margherita. Faleminderit të dyja zonjave të mrekullueshme, njëra që shkruan dhe tjetra që interpreton dhe shpjegon në këndvështrimin e psikologes rëndësinë e këtij tregimi të ardhur kaq bukur dhe kaq gjetur nga Margarita jon. Faleminderit shumë të dyjave. E në fakt, unë nuk dua të lë pak në heshtje Noemin, e cila ka dëshirën e madhe të cicëroj sot në panel. Noemi, je gati zemër? Një sekund, se kam mbyll Noemi. Mirë. Neve do të nxjerrim tani Sindin. Sindi na janë bërë shumë mesazhe zemër sapo Noemi të jetë gati. Sindi, mund të na lexoj mesazhet që na kanë bërritur? Po. Akim Zeka, urime dhe suksesi për emisionin dedikuar fëmijëve, emision me vlera artistike. Faleminderit që po na ndjek. Laureta Poga, mirëmbrëma, ju uroj nga zemra të kalojmë të gjithë një mbrëmje të hareshme, si vetë bota e fëmijëve. Suksese të mëtejshme të nderuarës poete, kënaqësi e veçantë që lexova poetin e saj të mrekullueshme. Shumë faleminderit dhe kënaqësi që po na ndjek. Zana Alka, urime për emisionin. Faleminderit. Nerime Ceriko, urime për emisionin. Mimoza Maria Ajdoni, mirëmbrëma të gjithëve, suksese në emisionin e sotëm, i cili do të jetë fantastik, me krijimtarinë e poetës dhe mikës tonë, Margarita Lapushi Zeneli. Kënaqësi jo vetëm për fëmijët që ndjekin, por edhe për ne të rriturit. Faleminderit. Nderoj. Zana Alka, zemra e motrës. Kjo është motra e teta Margaritës, më duket? Po, motra ime është. E përshëndesim. Merime Cerriko, atë keqen e zemrës së vogël, o tese Marge, që ta mbushi zemrën plot. Faleminderit. Mësuese Bona Abazi, mirëmbrëma të ëmblat dhe të dashurat Mimoza, Alma, Margarita, Suzana, Shqiponja, Sindi, Noemi dhe të gjithë fëmijët që po ndjekin emisionin në botën e fëmijëve, me prindërit e tyre. Është një emision që jo vetëm më relakson, por edhe na glabëron brenda tij
duke na inkurajuar që të shkruajmë sa më shumë kartolina me aventura, urime dhe suksese. Faleminderit që po. Në fakt, për ta ilustruar pak mesazhin e mësuese Bonës, mësuese Bona na ka sjell kartolinën e radhës, me personazhin e saj shumë interesant. Ti do të qëndrosh këtu sepse do të vazhdosh leximin, po sapo unë të sjell pak kartolinën e mësuese Bonës me personazhin e saj, Sisi Buçko. Përshëndetje Kalamaja, erdha. Noar fluturusi nga qyteti imagjinar i Sisi Buçkos. Kam sjell dhe kartolinën time me numër 2, por nuk e di, a do ta lejoj kjo teta Moza edhe kjo teta Alma që unë ta tregoj sot, sepse sot ka ardhur teta Margarita me librin e saj të ri, po unë do të futem mik te teta Moza dhe do ta lexoj, do t'ja jap asaj. Ajo të bëj si të doj, po unë e di që ajo është e mirë, do ta lexoj. Si thoni ju Kalamaja, ta lexoj teta Moza? Po. Patjetër që Sisi Buçko, qyteti i balonave, ka një surprizë, të gjojeni. Përshëndetje nga unë Noari, që po ju shkruaj kartolinën imagjinare. Qyteti Sisi Buçko është qyteti ku balonat janë mënyra kryesore e transportit dhe gjithçka ngrihet në ajër. Këtu, shtëpit janë të varura nga balonat shumë gjyshe, ndërsa rrugët janë shtigje ajrore që lëkunden but dhe çdo fëmijë ka balonën e vet personale me emrin e tij. Në sheshin kryesor zhvillohet festivali fluturimeve magjike, ku balonat fluturojnë dhe vallëzohen me muzikë. Edhe sot unë hypa në një balon blu, në një balon që më çoi mbi liçen, që ndriçonte në errësirë, edhe unë pash dritat që ndriçonin si yje të vegjël, edhe ato më përshëndesnin. Sa do të doja që edhe ju Kalamaja të ishit këtu me mua, të fluturonim bashkë mbi botën dhe të qeshnim të lumtur nga lartësitë. Ju përqafoj fort nga ajri. Unë, Noar, fluturusi. Kjo ishte kartolina numër 2 e mësuese Bonës. Ka edhe një tjetër, por pak më vonë. e falenderojmë shumë. E falenderojmë mësuese Bonën dhe i dërgojmë një përqafim të madh, shumë të madh nga të gjithë ne. Bona kam pas në mësuse. A, vërtet? Po, ka pas të shkolla në Fushkruj herë. Dhe e njoh personalisht, po dhe ajo mund të më njohë shumë mirë personalisht, por nuk po i kujtohem ndoshta. Janë goca i militës. Jam e sigur që do të shkruaj, po ti duhet të dalësh më shumë që mësuesja jote të njohë. S'ka kënaqësi më të madhe për mësuesja. Vajza i militës, edhe po ja rikujtoj edhe ajo do ta kujtoj shumë shpejt se kush jam. Shiko sa i madh është emisioni jon, i bën bashkë njerëzit tanë kënd. Po, është me vërtet shumë e mirë dhe e mrekullueshme. E përshëndes. Faleminderit. Eja, ti vazhdoj me mesazhet? Po. Tose mira, urime. Faleminderit. Faleminderit. Uf, sa bukur, më përloti. Faleminderit. Është momenti kur lexon me siguri, lexoi Alketa tregimin me djalin që mësonte në gjermanisht. Po. Vijojmë tek Noemi, e ka gjetur më duket tregimin e saj, apo poezin? Çfarë ka zgjedhur Noemi sot? Bufi dhe Bilbili. Hajde ta dëgjojmë. Një natë e qetë, me hën plot, një buf plak, po rrinte mbi një dek lisi. Në pyll, duke vëzhguar gjithçka me sytë e tij të mprehtë. Ai ishte i njohur për urtësinë e tij dhe gjithmonë mendonte se dinte më shumë se të gjithë zogjtë e tjerë. Nga një deg më poshtë, një bilbil filloi të këndonte me zërin e tij të bukur. Melodia e tij ishte aq e ëmbël sa i gjithë pylli u mbush me një qetësi dhe këndshë. Por bufit nuk i pëlqente. Ai mendonte se bilbili vetëm i prishte qetësinë e natës me këngën e tij. Bufi tha me një ton të ashpër: "Pse këndon natë kur të gjithë janë qetësi? Kënga jote nuk ka vlerë. Nata është për të menduar dhe për të qenë i heshtër, jo për të gjithë që bëjnë zhurmë." Bilbili ndaloi këngën dhe u përgjigj me respekt. Bufi u urt
Unë këndoj se Bilbili ndaloi këngë dhe ju përgjish me respekt. Bufi urt, unë këndoj sepse kjo është mënyra ime për t'i dhënë natës një gjallëri. Zëri im është dhurat e ime për pyve, dhe unë jam e lumtur kur të tjerë ndihen mirë për këngën e një prej këngëve të mia. Bufi qeshin në hundë tha, kënga jote është e bukur, por nuk ka asnjë qëllim. Në vend që të këndosh, mëso diçka nga unë. Eshtja dhe vëzhgimi janë të vlefshëm për çdo melodi. Bilbili mendoi për një moment e tha, mbase ke drejt o bufi ur, por secilin nga ne ka dhuratë dhe rolin e tij në këtë botë. Ti i njohur për urtësinë tënde, ndërsa unë për këngën time. Nëse të gjithë do të ishin njësoj, bota do të ishte një vend i trishtuar. Bufi nuk t'ju përgjigj për këtë. Pas një momenti të gjatë të heshtje, ai uli kokën dhe tha, ndoshta e kam gjykuar gabim. Vazhdo të këndosh, Bilbil. Secili prej nesh pasuron natyrën në mënyrën e tij. Dhe që nga jo natë, Bufi dhe Bilbili jetuan në harmoni, secili duke respektuar dhuratën dhe rolin e tjetrit. Secili prej nesh ka një dhunti të veçantë që kontribon në bukurinë dhe harmoninë e botës. Pranimi dhe respekti i ndryshme na bën më të pasur. Na fala se unë jam profesion tjetër, po për Noimin, ndoshta nuk ja kam thënë mirë prallën Margaritën. Jo, e ke shumë bukur. Faleminderit, shumë bukur e ke lexuar. I lum dora dhe për mua unë ja lexoj fëmijëve këtë prallë, si ishte me vërtet shumë i bukur dhe shumë kuptim plot. Faleminderit. Ty faleminderit mamit që e solle, po Noemi që rrin pak e mërzitur, me siguri do të thot një gjë tjetër, s'ka gjë, edhe nëse s'është nga teta Margarita. Një poezi që ti ke qef ta thuash. Gjëja jam, më thonë Xhane, ka një pamje, baba Xhane, unë bëm pak si patull Xhane, shtyp në xhame, shote rruga gjagja, plot me gjinse qupa, sho edhe si me kan, shtate gruçat ja te kjan, për bardhën ka në pran, sho edhe gjindi, një e dini, del nga lampa Aladini, edhe Xheri, hi, los me tonë macemi, ja ku vjen dhe Xhixhi Leja, Xhixhe çhepi, si Rufea, që këndo, Gjorgji Gjebreja. Bravo, shumë bukur. Bravo Noemi. E ka vjeshtë dhe abetarës. Ka vjeshtë në abetarës. Bravo. Jetë në përgatitjet për abetaren. Bravo. Urime zemër, suksese. Faleminderit të gjithëve panelit. Kam dhe një vjersh. Po do t'ja bëj me fatën tjetër. Do ta thuash edhe atë. Mirë, thuaj edhe atë. Hajde. Ne të shokju, lidhimi bëjmë të, po mos lemas njërin 6 gjithë bashk, bëjmë numrin 6. Bravo! Faleminderit gjithëve. Faleminderit zemër që je me ne. Teta Alma, ti do të na vendosësh një video tani të tetave të tjera që kanë lexuar poezi ose prralla nga Margarita? Unë di që shumë kolege janë në pritje për të parë interpretimet e tyre, apo jo? Pa diskutim, por me qenë se ne sot jemi të shumë në panel, unë po rri e fshehur. Ka gjë. Më hiq edhe mua nga njerë, sepse mund të kemi dikë tjetër që është në panel pa u shfaqur, apo jo, jemi të gjithë. Ka problem. Është edhe Shqiponja. Okej. Atëherë kemi një vjersh që ka lexuar Laureta Poga, kemi Teutën. Okej, le të ndjekim Laureta Pogën ose Teutën, kë kemë mbarti dhe pastaj ftoj Shqiponjën për të na lexuar tregimin e saj. Mirëmbrëma të dashur fëmijë. Edhe unë tani jam pranë në këtij ekrani të vogël për të gëzuar bashkë me ju, për të marrë pjesë në botën tuaj, sepse edhe në territorit shpeshherë kemi shumë nevojë të hymë në botën tuaj. Si mendoni, si imagjinoni, si ëndërroni,
si fantazoni, atëhere, unë po kaloj pa humbur kohë në pjesën e parë të tregimit Evelina dhe bishtaletcat e zeza. Evelina ishte një vajzë e vogël 6 vjeçare, e shkathët dhe shumë e squar. Ajo kishte flokë të gjatë, të zinj, si nata, dhe gjithmonë i mbante të kapur me 2 bishtaletca të bukur. Kur buzëqeshte, duke sikur edhe dielli ndriçonte më fort. Por ajo kishte edhe diçka tjetër që e bënte të veçantë. Gojen e kishte brisk. Asnjëherë nuk i mungonte një përgjigje zgjuar. Një mëngjes, teksa po vishej për në shkollë, vuri re si diçka të çuditshme në pasqyrë. Bishtaletcat e saj lëviznin vetë. Ajo i shtrëngoi bishtaletcat, por ata sërish tundeshin but. Ç'po ndodh? Tha Evelina me sy të mëdhenj nga abia. Ne jemi bishtaletcat e tu magjik. U dëgjua një zë i vogël dhe i ëmbël. Tani kemi fuqi të ndihmojmë në aventura. Evelina u gëzua aq shumë sa që nisi të kërcej në përdhom. Me bishtaletcat magjik, ajo mund të kapte modën më të lartë nga pema. Ajo mund të shkruante më shpejt në fletore dhe mund të ndihmonte dhe shokët e saj kur kishin nevojë. Një ditë në shkollë, mësuesja bëri një pyetje shumë të vështirë. Të gjithë nxënësit heshtën, por Evelina me bishtaletcat e saj që i pashpëritën në vesh dha përgjigjen e saktë. Të gjithë, duart përkitën. Nga ajo ditë, Evelina e kuptoi se zgjuarësia nuk ishte vetëm nga bishtaletcat e saj magjik, por edhe nga përpjekja dhe guximi i saj. Dhe kështu, çdo ditë ajo vazhdonte të mësonte, të ndihmonte shokët dhe të buzëqeshte me bishtaletcat e saj të zinj, që tani ishin bërë shokët e saj më të mirë. Natën e mirë dhe miru dëgjoshim të dashur miq të vegjël dhe të mëdhenj të dielën e ardhshme. Por unë mendoj të mos shkëputemi nga video dhe të shfaqim Laureta Pogën. Po, dhe pastaj radha për Shqiponjën, se e kemi lënë shumë në heshtje. Ketri ngjyrari dhe gjethet e vjeshtës. Në një pyll të artë, një ketër lozonjar me prush ngjyrari jeton të krenar. Kur vjeshta mbëriti me gjethet në erë, ketri filloi të mburej me zë duke u qjerë. Gjethet janë të arta, njësoj si unë i jam më i bukuri, si unë nuk ka shumë. Por era fryu dhe gjethet rëmbeu, pylli u zbraz, pupthi ketri kërceu. Ketri tani pa ngjyra për të krahasuar, e kuptoi që bukuria s'është për të mburur. Do të punoj për dimrin që vjen, se bukuria ikën dhe koha se kthen. Krenaria për dukjen është e shkret. Punët e mençura vlejnë më shumë në jetë. Faleminderit Lauretës me këtë zërin e saj kaq prallor, të gjetur dhe të shtatur. Jo, ishte shumë e ëmbël edhe si vjersh me ato të shoqëruara me ato rima të ëmbla ashtu. Atëre, ne kemi Shqiponjën tonë që ne shpeshherë spikasim për urtësinë dhe për mençurinë e gjyshes dhe që i sjell po me të njëjtën ritëm edhe dashuri, tregime dhe prallat e saja. Ku të kemi Shqiponjë? Erdhe?
Jo, teta Si e tani të vogël dy. që janë. Po, si e vogël që janë, rikështu në një cep. Më pëlqyen të gjitha dhe thash, ua, si s'po m'vjen radha ime të dukem dhe unë çik kështu. E madhe. Mi mbroma një herë, të gjithëve që si kam thënë. Margaritës duke i uruar gjithmonë me librat e tjerë për fëmijë, sepse më duket shumë e gjendur këtu në këto tregimet e fëmijëve, duke i vënë kafshët në rolin e njerëzve, shpendët, të tërë, gjithçka që kam lexuar nga libri i Margaritës, më dha një ndjesi të këndshme. Faleminderit. Kemi shkëputur tregimin, se kam dy në fakt, po Gushkuqi dhe Masja Laroshe, po unë do lexoj më mirë këtë, Gushkuqi dhe Masja Laroshe, shkëputur nga Gushkuqi dhe Titi, apo Tili, se nuk i lexoj mirë se janë në libër, optika të bën të mos i gjesh mirë gërmat. Edhe njerë Margarit, jam e lumtur që më dha mundësia të recitoj ose të lexoj diçka nga botimet e tua. Faleminderit. Edhe të na vish përsëri se ke plot për të na treguar e për të na sjell këtu në mesin tonë, në mesin e fëmijëve. Unë si më e madhja që më kanë quajtur nëna ose gjyshja, dëshiroj të të kem prap. Faleminderit, ju premtoj që do të vi përsëri. Gushkuqi dhe Masja Laroshe. Një kopësht të vogël buspylli, jetonte një gushkuqi vogël me pendë të kuqe të shëndritshme dhe një zë melodios që mbushte ajrin me gëzim. Çdo mëngjes ai këndonte për të përshëndetur diellin, duke sjellë dritë në zemrat e të gjithëve. Në po të njëjtin kopësht jetonte edhe një Masje Laroshe, e njohur për ngjyrat e saj të bukura dhe për jeshrinë e saj enigmatike. Gushkuqi, gjithje i kujdesshëm, e dinte se Masja mund të përbënte rrezik, por diçka e çuditshme ndodhte. Masja Laroshe nuk e ndiqte kurrë me qëllim të keq. Çdo mëngjes ajo uli në një deg pranë dhe dëgjonte me vëmendje këngën e zogut, sikur zëri i tij të kishte fuqinë për t'ia qetësuar shpirtin. Një ditë, pasi përfundoi këngën, Gushkuqi vendosi të thyej heshtjen. Pse më dëgjon çdo ditë? E pyeti ai duke qëndruar me një deg të lartë. Masja ngriti kokën ngadalë me një shikim që nuk shprehte as urinë, as gravitçarin. Kënga jote më kujton gëzimin e ditëve të mia të fëmijërisë, kur gjithçka ishte më e thjeshtë. Ti më sjell paqe, tha ajo me një zë të butë. Që nga ajo ditë, një miqësi e pazakontë lindi mes tyre. Gushkuqi këndonte çdo mëngjes, ndërsa Masja e dëgjonte në qetësi, duke u shtrirë mbi një deg nën hijen e pemëve. Nuk kishte më frikë, nuk kishte më prit, vetëm një kuptim i heshtur mes dy krijesave të ndryshme. Në kopshtin buspyllit, kënga e Gushkuqit dhe heshtja e Masjes Laroshe u bën një melodi miqësie që sfidonte instinktet dhe natyrën. Faleminderit, sa bukur e lexove. Faleminderit që të pëlqeu. Kënaqësi për mua që e lexova. Nëse doni ta lexoj edhe të tjetrën që kisha, se kam dy, më ka sjellë muza dy. Unë mund ta dëgjojmë dhe atë tjetrën. Po, miku i mirë në çdo stinë. Në një ditë të qetë, në rrezën e artë, Pufi dhe Dërkuci ulin mbi barin jeshil, me zemër të ngrohtë dhe pa fjalë. Shikojnë perëndimin duke dëgjuar një bilbil. Ka ditë, tha Pufi, që zemra më rrëndon, kur mendoj e hesht pa fjalë në ligjërim. Dërkuci buzëqeshi u ul prej tij. Mos ke frikë. Jam këtu, për ty, miku im. Të flasësh është nevojshme, tha Dërkuci ngadalë. Mjafton të dëgjoj kur ti ndihesh i gjallë. Në ditë të vështira kur bota s'të kupton, unë do t'jem këtu, një mik që dorën s'ta lëshon. Dhe ashtu qëndruan, në heshtje të qetë, duke ndarë një çast në diellin e nxehtë, sepse miqësia smatet me fjalë apo zë, por me praninë që të ngrohë e mirësinë që të lë.
Faleminderit. Faleminderit Shqiponja. Dhe në fakt bukuria e këtyre tregimeve të Margaritës qëndron edhe në sintetizimin e mesazhit. Pra nuk e lodh fëmijën, por e përçon thjesht, gjetur, shkurtimisht dhe me një mesazh imagjinar që ti gjatë në pak rreshta arrin ta kuptosh dhe të mendosh çfarë ka dashur autoria të thotë. Dhe këtë e bën edhe më të lehtë kur ajo e sintetizon në fund të frazës të përmbledhjes së çdo tregimi apo poezie të saj. Ta them dhe një fjalë. Është aftësi e jashtëzakonshme Margarita. Të komplimentoj. Ta them dhe një fjalë nëse mundem. Nëse mundem. E kam me Margaritën, s'ka si tjetë ndryshe. Margarita dhe kur flet, e ka zërin aq të qetë të ëmbël, sa më duk se e gushkuqi i librit. Dhe pikërisht për gushkuqin tashmë, pse ka quajtur të tillë, do ta pyesim Margaritën pse ka zgjedhur pikërisht këtë titull, por vetëm pasi e duruar ajon, e mira ajon, Cindy, të na e sjelli këtë poezi. Me sa kujtohem, Cindy, ti ke pranuar ta interpretosh këtë, apo jo? Titullohet Miki dhe Breshka. Poezia. Nuk e ke ti gushkuqin dhe tilin? Atëherë do të E lexova gushkuqin, më duket apo është tjetër. Jo, gushkuqi dhe tili është poezi. Ja e kam unë në dorë, një sekond ta lexoj unë. Okay. Një ditë Tilit në dritare i erdhi një gushkuq i vogël fare. E ka ndonjëra nga ju këtë? Ja, unë se kam. Okay. Heshtur e pa, i habitur, zogu s'ishte pak i uritur. Po ç'kërkonte nga i vallë? Mos kishte ndonjë hall. I tha, gjithmonë të kam parë kur ti luaje me kitar. Ul zogu mbi supin e tij. Si u plot gjithë gëzim. Tingujt ndjeva, melodin dhe kërceva mbi godin. Do të kërkoj, me kitare të rritë të dëgjoj. Kur notat të luash ti, i solet të mbaj unë ty. E pa tili gjithë gëzim, që nga sot je shoku im. Sa herë të luaj me kitar, në dhomën time do të marr. Zogut i shkëlqyen syt. Tilit mbi supi qëndroi. Kur kitarja nxirrte tingujt, cicërimën me ta e bashkoi. Dhe kjo është edhe fotoja që ilustron kaq bukur këtë poezi. Dhe në fakt, Moza, ne këtë poezi vjersh e kemi shfaqur dikur, po shfaq vetëm disa sekonda. Mirë mbrëma të dashur fëmijë. Sot do t'ju lexoj një fabull e cila titullohet Gushkuqi dhe Tili. Siç më erdhi në dritare një gushkuq i vogël fare. Heshtur e pash i habitur. Zogu s'ishte as pak i uritur. Ç'kërkonte nga unë vallë? Mos kishte ndonjë hall? Më tha, gjithmonë të kam parë, kur ti luaje me kitar. Ul zogu mbi supin tim, ciu, plot në gëzim. Kur tingujt ndjeva, melodin, shpejt kërceva mbi godin. Fare pak kam për të kërkuar. Me kitar dua të rri, duke të dëgjuar. Kur notat të luash ti, i solet të mbajon ty. Tilit i shkëlqyen syt. I tha, shok jemi të dy. Mbi kitar zogu qëndron, zërin me tingujt e bashkon. Dhe pa u shkëputur, do shfaq edhe me qenë se Margarita nuk ka lexuar fare sot, unë do shfaq edhe videon tjetër të përgatitur.
Treni lodër, titullohet fabula që do ju tregoj sot. Në dhomën e vogël të arbrit, mes shumë lodrash të shpërndara, qëndronte një tren lodër. Ishte një tren i vogël me ngjyra të ndritshme dhe me një zile të vogël që tingëllonte bukur. Çdo natë, para se të flinte, arbi e vinte trenin në shina dhe e shite duke lëvizur rreth e qark. Për të, treni lodër ishte shoku më i mirë i lojrave. Një ditë, ndërsa arbi luante, një aeroplan lodër e pyet trenin. Treni lodër, a nuk lodhesh duke ecur gjithmonë në të njëjtin drejtim? Nuk dëshiron të fluturosh lart, të shohësh gjithë botën nga qielli si unë? Treni lodër buzëqeshi dhe tha: Është e vërtet që unë shikoj vetëm përpara dhe mbrapa në të njëjtën rrugë. Por unë e di se çdo udhëtimi imi sjell gëzim për arbin. Çdo tingull i zilës sime dhe çdo rrotullimi imi e bën atë të buzëqesh. Kjo është arsyeja pse unë jam i lumtur, edhe nëse rruga ime është e shkurtër. Aeroplani mendoi për pak dhe tha: Ndoshta ke të drejtë. Lumturia nuk është gjithmonë në udhëtimet e mëdha apo në shikimin e gjithë botës. Ndonjëherë lumturia është gëzimi që u sjell të tjerëve, sado i vogël, të jetë ai. Nga ai moment, aeroplani dhe lodrat e tjera nisën të kuptonin sa i veçantë ishte treni lodër, edhe pse udhëtonte gjithmonë në të njëjtën shinë. Çdo natë, të gjitha lodrat mblidheshin rreth tij për ta parë teksa përshkonte shinat e tij me krenari. Nuk ka rëndësi sa i vogël apo i kufizuar është një rol. Rëndësi ka dashuria dhe lumturia që sjellim tek të tjerët. Edhe gjërat e thjeshta mund të kenë një vlerë të madhe kur i bëjmë të tjerët të lumtur. Sa bukur. Faleminderit Alma. Vërtet shumë. Në fakt është ajo që thash edhe pak më parë, që ardhur shkurt, gjetur dhe mesazhi kaq njerëzor, kaq altruizëm brenda, nuk kam një shtëri më të madhe se sa kjo. T'ia sjellësh fëmijës gati edhe mesazhin. Faleminderit Margarit. Por unë dua tashmë të kaloj tek Cindy, sepse e kam lënë pak tha në heshtje, dhe faleminderit për durimin. Cindy, fjala për ty. Po, faleminderit. Dhe të lexoj një tregim nga teta Margarita, e cila titullohet Kena dhe make-upet e saj. Kena ishte një vajzë çapkëne, që adhuronte kutinë e saj të make-upit. Ajo e kishte marrë si dhuratë nga Tezja dhe çdo ditë provonte ngjyra të reja në fytyrë. Një ditë, ndërsa lyente buzët me një të kuqe të ndezur dhe hinte vetes pak hije në faqe, maça e saj Mimi po e vështronte me habi. Miau! Çfarë po bën këtu Kena? Pyeti Mimi. Po bëhem e bukur, tha Kena duke u ndjer krenarin me ngjyrat e saj të ndezura. Mimi u afrua dhe u ngjit mbi tavolinë. A mendon se kjo të bën të bukur? Pyeti ajo me një buzëqeshje prej maci e dinake. Sigurisht, tha Ina. Shiko sa bukur duken tani. Por Mimi, duke qenë e zgjuar, vendosi të mësonte Inës një mësim. Atëherë, më lyne mua, të shohim sa e bukur do të bëhem. Kena qeshi dhe filloi të lyente Mimit buzët e vogla me pak laps roz dhe faqet e saj me shkëlqim. Por, sa më shumë e lyente, aq më qesharake bëhej Mimi. Kur përfundoi, Mimi u hodh para pasqyres dhe bëri një fytyrë të çuditshme. Shiko Kena, tha ajo, a më bën ngjyrat më të bukura apo më të çuditshme? Kena filloi të qeshte me lot. Mimi, dukesh si një mace kloun. Mimi u kthye nga Kena dhe i tha me zë të butë.
E sheh, bukuria nuk vjen nga ngjyrat që vendos në fytyrë, por nga gëzimi dhe buzëqeshja që ke brenda. Një zemër e bukur të bën të bukur vërtet. Që nga ajo ditë, Kena nuk ndaloi së përdori make-upet e saj për të luajtur, por kuptoi që bukuria më e rëndësishme ishte ajo që vinte nga brenda. Dhe Mimi, ajo mbeti gjithmonë buzëqeshja e saj më e madhe. Faleminderit. Sa bukur që e solli dhe në interpretim, por mesazhit nuk i ngjan, domethënë një ngjyrim të madh mesazhesh dhe vlerash sot në kaq pak interpretime dhe kaq shumë ka shpalosur Margarita. Për të ndalur tashmë në Amerikën e largët, çfarë do të na sill Suzana, çfarë vlerash të tjera të Margaritës? Suzana, duke qenë se të kam lënë kaq shumë në qetësi, dua që të dy interpretimet e tua t'i sjellësh rreshtazi. E ka mikrofonin të por vjen kaq pranë. Mund ta përsërisësh Suzana të kërkoj ndjesë. Moj Alma, moj. Më thuhet se më vjen zhurma. Atëherë, do thosha që Amerika është vërtet e largët, por vjen kaq pranë jush, të dashur fëmijë dhe sot, dy krijime, një tregim i mrekullueshëm i Margarita Lapushi Senelit, Sëmbra dhe flutura. Një ditë pranvere, në një lëndin plot me lule, shumë gjyshe, një ketër i vogël i quajtur Sëmbra, po mblidhte fara për të ruajtur për ditët e vështira. Ndërkohë, një flutur me kran ngjyrë portokalli ju ofrua dhe e pyeti: Çfarë po bën gjithkohës me ato fara? Përse nuk shijon këto ditë të bukura pranvere si unë? Sëmbra buzëqeshi dhe ju përgjigj: Po përgatitem për të ardhmen. Ditët e bukura janë të shkurtra. Dhe unë dua të jem gati kur të vi dimri. Flutura e qeshur nisi të vallëzonte rreth luleve dhe i tha: Përse të shqetësohesh për të ardhmen? Jeto sot dhe shijo aromën e luleve. Ditët kaluan dhe pranvera u zvendësua nga vera e nxehtë. Pastaj erdhi vjeshta me erën e saj të freskët. Sëmbra tashmë kishte mbledhur mjaft ushqime dhe ishte gati për dimri. Ndërsa flutura, që kishte kërcyer dhe vallësuar tër verën, ndjeu lodhje dhe uri, edhe kur filluan ditët e ftohta. Një ditë, flutura trokiti në strofkën e sëmborës e sëmbrës dhe i tha: Kam ftohtë dhe uri, a mund të më ndihmosh, Sëmbra? Sëmbra, edhe pse ishte e vogël, kishte një zemër të madhe. Ajo ndau disa fara me fluturën dhe tha: Mirë që erdhe tek unë, por shiko, të nxësh një mësim, edhe kur jeta është e bukur, gjithmonë përgatitu për atë që vjen. Shijimi i çasteve të bukura është i rëndësishëm, por nuk duhet harrojmë të përgatitemi për të ardhmen. Ashtu si në të gjitha tregimet dhe kuptohet krijimet e Margaritës tonë, janë mesazhet, ashtu siç e tha dhe Moza, edhe nëpërmjet këtij tregimi të dashur fëmijë, ju tashmë e keni të qartë, mesazhin që përsjell Margarita jonë e dashur për ju. Shumë i qartë ashtu siç thot Moza dhe shumë i tepërtueshëm tek të gjithë ju. Po vijoj me zogjt e pëllumbeshës. Tek saluanim një mëngjes në parkun afër shtëpisë, Tomi topi forte e gjuan mbi blirin pranë avllisë. Ca cicërime u dëgjuan kur topi pemën shkundi mbi tokë, ra dhe u rrëzua foleja e një pëllumbi. Brenda saj në qetësi, 3 zogjë të vegjël flinin. Tomi, sa po i vështroi, tha: Në pemë do t'i ngjitim.
me kujdes, mori polen, zojt nga gjumi mos visionte. Në balkon tha, sot do të flen, miqt e vegjël shumë ai donte. Sa herë zojt të Ciceronin, pëllumbesha do t'i gjente, do fluturonte në merak, me ushqim do t'i ushqente. Nuk kaloi as një ditë, kur zojt filluan të qajnë, pëllumbesha me një frymë, mbi balkon erdhi Timbaj. O, sa shumë ajo gëzua, kur zojt e saj i gjeti, hapi krahët si mbretëresh, i përqafoi dhe mallin treti. Kjo ishte dhe Vjesha, poezia, krimi i dytë. Të falenderoj shumë, e solle shumë. Shumë faleminderit ty, Margarita. Faleminderit Suzi, faleminderit vërtet. Dhe papagallin që do të na surprizoj prap, më duket. Ë? Po pa diskutim. Edhe unë kam përgatitur një tregim të Margaritës. Por përpara se sa ta shfaq videon, aeroplani i Teta Majës, pikërisht nga krimtaria e Margarita Lapushi Zeneli, duhet të them 2 fjalë për tregimin. Ky tregim është në fakt një perl e ndjeshmërisë dhe dashurisë së pastër fëminore. Historia e Elios dhe aeroplanit të Teta Majës, ashtu siç edhe Margarita dje ma tregoi që është një histori e vërtet, është më shumë se sa një tregim dhe për një lodër, se faktikisht flitet për një aeroplan lodër, ku me siguri Margarita e ka dhuruar djalit të mikeshës së saj. Apo jo, Margarita? Patjetër, kjo është e vërtetë, siç e thoni ju, Alma. Unë dua shumë atë djalë, e kam dashur që 2 vjeç dhe nuk e di, jam shumë e lidhur, është djali i mikes time më të mirë. E kam takuar 3-4 herë sa herë që shkoj në Shqipëri, si vjet shkova në Libohov, e takova atje. Dhe kjo është një histori e vërtetë. Ai e mbante si fatsjellës një aeroplan të vogël lodër që dërgova unë, dhe sa herë që i humbiste qante derisa ta gjente. Dua aeroplanin e Teta Majës. Në fakt është një histori e vogël, por me një zemër të madhe, ku ti kaq bukur e ke ilustruar në tregimin tënd dhe ke nxjerr në pa atë dashurinë e dhuratës, sepse nuk ishte aeroplani, por ishte dashuria që ti e kishe dhuruar. E vërtet kjo. Kështu që po e shfaq videon, kështu të arrini të kuptoni historinë e plot. Faleminderit. Aeroplani i Teta Majës. Shkruar nga Margarita Lapushi Zeneli. Elio ishte një djalë 5 vjeçar, plot energji dhe imagjinat. Ai e donte shumë mamin e tij dhe kishte një lidhje të veçantë me mikin e mamit, të cilën e quante Teta Maja. Teta Maja jetonte në Gjermani dhe sa herë vinte për vizitë, i sillte Elios dhurata të thjeshta, por të veçanta. Një ditë, Teta Maja i solli një aeroplan të vogël blu. Ky aeroplan është i veçantë, Elio, i tha ajo. Mund të fluturoj me imagjinatën tënde dhe të çoj në çdo vend që ti dëshiron. Elio u dashurua menjëherë me aeroplanin. Ai e mbante me vete kudo, në shtëpi, në park dhe madje edhe në kopësht. Kur luante me shokët, i tregonte se ky aeroplan ishte dhurata nga Teta Maja dhe i dukej sikur i sillte fat. Një ditë, ndërsa luante në kopësht me fëmijët e tjerë, Elio i vuri aeroplanin mes lodrave të tjera dhe u largua për pak. Kur u kthye, aeroplani nuk ishte më aty. Ai filloi ta kërkonte me ngul. Shkoi nga njëri kënd i kopshtit tek tjetri. I hithe lodrat më njanë dhe pyeste shokët:
A e keni parë aeroplanin tim të vogël blu? Por askush nuk e kishte parë. Lotët i mbushën syt dhe Elio thëriste. Dua aeroplanin e teta Majës. Ai më sjell thatë. Kur mami erdhi për ta marrë në shtëpi, Elio i tregoi i mërzitur për humbjen. Mami e përqafoi dhe i tha: Elio, teta Maja të do shumë dhe dashuria e saj është gjithmonë me ty, pavarësisht se ku është aeroplani. Dashuria nuk matet me lodra birë, por me kujtime dhe ndjenjat që na lënë në zemër. Por Elio ende nuk ndjej mirë. Atë mbrëmje, një nga edukatorit e kopshtit gjeti aeroplanin e tij të vogël blu, të fshehur mes një kutije lodrash dhe ja ktheu Elios të nesërmen. Kur e pa, syti shkëlqyen nga gëzimi. E shtrëngoi fort në duar dhe i tha mamit: Tani e kuptoj, mami, aeroplani teta Majës është i veçantë, sepse më kujton sa shumë do ajo. Por edhe nëse unë bas, dashuria e saj do të jetë gjithmonë me mua. Nga jo ditë, Elio mësoi se dhuratat më të bukura nuk janë ato që mund të prekim, por ato që mund të ndiejmë në zemër. Dhe aeroplani vogël blu u bë për të një kujtim i çmuar i dashurisë së teta Majës. Kjo pra ishte pralla e Margaritës që ka përgatitur për emisionin Në botën e fëmijëve, i cili është edhe në librin e saj të sapo botuar, dhe unë bashkë me gjithë stafin e emisionit ton i uroj suksese. Të falenderoj Margarita, sepse ishte një tregim shumë i këndshëm. Të falenderoj gjithë letimin aq bukur dhe me ndjenjë. Faleminderit Papagallit që solli kaq bukur, edhe na janë bërë në fakt dhe disa mesazhe Cindy. Do na i sillësh në formën e përshëndetjes dëgjuesve tan? Po. Kemi mbetur tek Merieme Cerriku, sa bukur më përloti. Dhe vijon tek Ildie Xhemali. Ildie Xhemali, ju lumë të goja ju zonjat dhe ju bukuroshet që ndiqeni me kaq dëshirë. Faleminderit dhe kënaqësi që pa ndjek. Mësuese Bona Abazi, faleminderit teta Moza për interpretimin, vërtet je dashuri. Faleminderit. Vijon mësuese Bona Abazi. Kam kaluar shumë breza, pasi u bën gati 20 vite në arsim dhe ju kërkoj ndjes nëse nuk i kujtoj dot të gjithë. Gjithsesi, përshëndes dhe mamin e Noemit dhe e falenderoj përzemërsisht për respektin. Më fal, por nuk e dëgjova mirë, vajza a kujt ishe? I lutem ta përsërisni. Vajza e Militës. Po. Faleminderit, të lumt Noemi. Faleminderit mësuese Bona. Delvina Qazim Alka, urime për emisionin. Faleminderit. Mimoza Eliona Osmani, përshëndetje të përzemërta, suksese emisionit, shumë faleminderit. Delvina Qazim Alka, teze. Merime Cerrikon, o zëri ëmbël si ke vargun, ke zemrën o marge, o shpirt fëmije. Faleminderit. Bilbir Murataj, urime. Faleminderit. Esmeralda Përleka, mami ju. Mirëmbrëma artist, për gëzimin dhe dashamirësi për këto emisione që transmetoni. Vërtet kemi nevojë. Faleminderit. Mësuese Bona, ju lumt, vërtet u kënaqem me çdo krijim dhe interpretim. Urime Margarita. Faleminderit mësuese Bona. Faleminderit shumë Bona. Faleminderit edhe ty Cindy, faleminderit edhe ty Cindy që ti tashmë do sillesh edhe pjesën tjetër që kishe për të interpretuar për teta Margën. Po.
titullohet Miki dhe Vjeshta dhe Breshka. Një ditë, Miki tek loste në parkun afër shtëpisë, pa nga pas një breshk të vogël që qirri fort prej mërzisë. Miki ul me ngadalë, bishpi në breshkën për këdheli. Ç'kemaj breshk që shfryni natë dhe me zi po të mbat vendin. Merre topin, mbaje lehtë, duar zgjati drejt në rrjet. U mundua për më koti, kokën uli, syt në lot. Pa pritur, nisi një ves shi. Futu tha breshka, në ndimen qativ. Me kërshëri, Miki e pa. Jam i madh, s'më nxë qatia jote, tha. E shikon si është kjo botë? Të gjithë kemi një të mirë. S'ka gjallës mbi këtë tokë, pa diçka që se ka të vështirë. Në krah breshkën, Miki mori, e bëri Mike në shtëpi e dërgoi. Faleminderit. Sa e keq. E tholli shumë bukur vërtet. Por ne kemi tashmë dhe 2 mamat tona që I kemi lënë paksa në heshtje. Dhe do fillojmë me mamin e Noemit. Më duket se ka dhe një poezi apo diçka tjetër të Margës? Unë pata Gushkuqen dhe Tilin, po nga që e lexova ty dhe... Jo, s'ka gjë, nuk ka gjë, unë pyeta kujt ja kam dhënë, nuk e mbaja mend. Kështu që do ta dëgjojmë edhe një. Jo, do ta dëgjojmë edhe një herë nga ti. Okej, në rregull. Gushkuqe dhe Tili. Një ditë Tilin e dritar I erdhi një gushkuq I vogël fare. I heshtur e pa I habitur. Zogu si ishte as pak I uritur. Ç'kërkon ta I vallë? Mos kishte ndonjë hap? I tha, gjithmonë të kam parë. Kur ti luaje me kitar, ul zogu mbi supin e tij, ciu, plot gjithë gëzim. Tinguj ti ndjeva, melodin dhe kërceva mbi godin. Pare pak të kërkoj, mbi kitar të ri, të dëgjoj. Kur nota të luash ti, iso le ta mbaj unë ty. E tha Tili gjithë gëzim, që nga sot je shoku im. Sa herë të luaj me kitar, në dhomën time do të marr. Zogut I shkëlqyen syt, Tili mbi sup I qëndroi. Kur kitarën nxirte, tinguj cicërimen me to bashkoi. Faleminderit, sa bukur. Shumë e bukur është. E kam lexuar shpesh edhe te puna, se më pëlqente. Shumë bukur. Në fakt, ne na ka ardhur një mesazh shumë I ngrohtë nga mikesha jon, që është Teuta Sadiku. Por unë e pash që ishte diku tek faqja e Almës, po s'po e shikoj më Alma. Besoj që do ta gjej në një moment tjetër, por le të vijojmë tek Alketa Çoku, mami Samuelit. Na është larguar nga paneli, është shkëputur? Një sekond e fusim ne me tani. Po. Jam. Dhe kam një vjersh surprizë për papagallin ton. Do ta kisha lexuar Në balkonin për karshi qëndronte një papagall, kokën ulur në mërzi, mbyllur rinte në kafaz. Një vajzë të vogël e shija ushqimin atij çonte. Në dorë mbante një lodër që papagallin fiks ngjasonte. Në cep të balkonit tim ju afrova me ngadalë. Pse kaq shumë je mërzitur, o I bukur papagall? Klea, mua më lë jashtë, ndërsa tjetrin e mban brenda. Më thot shumë s'duhet të flas, se ndryshe më nxjerr nga dera. Asnjëherë o papagall të flasësh shumë ke bere qet. Mati mirë të tuat fjalë, veç atëherë jetoni qet. Faleminderit. Sa bukur e solli. Jo, papagalli jon le të flas sa më shumë. Nuk kam mësuar akoma të flas, unë i kam me grep ato fjalët.
Atëre, e gjeta mesazhin e Teuta Sadikut, e cila ka shkruar për emisionin ton dhe krijimtarinë e Margaritës dhe thot: emisioni i bukur i së dielës në botën e fëmijëve ka filluar me krijimtarinë nga shkrimtarja Margarita Lapushi Zenele, të cilës i uroj krijimtari të begat. Kam lexuar vjersha dhe tregime për fëmijët, në të cilët shkrimtarja për fëmijë ngacmon fantazinë, duke hapur dyert e botës fëminore. Nuk është e lehtë të shkruash letërsi për fëmijë, sepse mbi të gjitha, letërsia për fëmijë është mision. Duhet të njohësh botën e tyre, të kesh talentin e gjysheve, përrallës me magji dhe fantazi për të shkruar dhe rrëfyer. Shkrimtarja Margarita Zeneli është origjinale dhe vjershat e tregimit e saj janë të përzgjedhura me mençuri. Ajo ka gjetur çelësin që e mundëson të depërtojë në botën e fëmijëve, duke ndihmuar në rritjen e dashurisë tek fëmijët për librin, vendlindjen dhe gjuhën tonë. Ju falenderoj për kënaqësinë që ju falni të gjitha. E falenderoj për Teutën. Të jam mirënjohëse për çdo fjalë Teuta, shumë faleminderit. Në fakt, Teuta është përveç se një artiste, poete, shkrimtare, është një analiste dhe një kritike shumë e mirë e miqve dhe e letërsisë në tërësi dhe ndalet në detajet e krijimtarisë të secilit prej nesh. Dhe kjo na jep edhe një lloj dore për të kuptuar se ku jemi dhe çfarë mund të përmirësojmë edhe se sa më shumë duhet të stimulojmë atë çka aktualisht po bëjmë. Dhe ajo është e pakursyer në këtë drejtim. Të falenderoj Teuta, sikurse falenderoj të gjithë dëgjuesit, ju sot e keni vënë re që ne e kemi tejkaluar minutazhin dhe besoj që duhet të kemi ende krijimtari të pashfaqura. Alma? Po. Kemi edhe një video të Teutës. Po. E ta ndjeki një vjersh, një vjersh. Dhe tani të dashur fëmijë, kam një poezi të shkruar po nga Margarita Lapushi Zeneli. Një vajzë çamaroke, me syçka bojqelli, na ishte kjo mara, por si rreze dielli. Trazovace në shtëpi, dy gur bashkë si linte, mblidhte lecka dhe fije, dhe hiqej si stiliste. Fustane u qepte motrave të vogla, me dantelën roz, i ngjiste ti kogla. Me fjongun e bardhë dhe emrin e qëndiste, me fije të kuqe një zemër e ndriste. Kërkonte mamaja gërshërë dhe gjilpër, te vendi si gjente, ishin bërë me këm. Kokën ulte mara, kur nëna bërtiste, motrës së vogël ndërko, fustani i valvitej. Me mlef mama, gishin i drejtoi. Më trego fustanin, ty kush ta dhuroi? Unë, mama, e bëra, më faj që së të thash, ti ka marrë palije, por prap aty lash. Me qëndrova vendin në murin përballë, mendoja se do shije trajsën qepur ngjyrar. Nëna, lidh me kokë, për këdheli marën, ah e vogla ime, sa shumë më ke ngjarë. Shumë bukur. Nuk e di Teuta se kjo mara e vogël kam qenë unë, Trazovace. Nuk ka asnjë lidhje sot me Margaritën e sotme në fakt. Por mua më bën shumë përshtypje për zgjedhja e emrave me lidhje gjinore, më duket sikur është. Është vërtet Moza. Në fakt shumë tregimet që janë të vërteta janë me emrat e fëmijëve të mi, të mbesave, të nipërve, janë të gjithë emra të vërtetë. Unë kam dashur në libër. Zakonisht nuk bëjmë të gjithë ne në fakt. Edhe emrin tim e kam ndryshuar pak, Mara, po ajo Trazovace kam qenë edhe më keq se ç'është në Vjergj. Në fakt kam, para se ta përmbyllim, kam edhe unë një tregim të ndin që është Kiara dhe Globi. Me qenë se unë Globin e kam sjell si simbol edhe aksesor timin në disa herë të tjera, zgjodha pikërisht Kiara dhe Globin magjik. Globin i cili i ka brenda të gjitha. Po çfarë ka gjetur Klara, më saktë Kiara, në këtë glob?
që ne kemi në duar, ne fëmijët kemi në duar botën. Sa doja dhe unë t'isha fëmijë, megjithatë, gjendur në një panel të tillë, me shpirt të pastër fëminor, pse jo të mos ndihem e tillë? Prandaj, le ta ndjekim Kiarën tonë. Diku, në periferi të qytetit, mes kodrave të blerta, në jetonte një vajzë e vogël, me emrin Kiara. Ajo kishte sy të dhimbë dhe një zemër të mbushur plot e përplot me ëndra. Një ditë, ndërsa po luante pranë lumit, Kiara gjeti diçka të pazakont, një glop të vogël për kristali, i cili ndriçonte lehtësisht në dritën e diellit. Ishte i gëllëndur me detaje të imta, me detaje që tregonin male, dete, edhe qytete të vogla. Kiara mbajti globin në duar me shumë kujdes dhe ndërsa i shikonte, ndjeku diçka të çuditshme. Po çfarë ishte? Një zë i butë që i përshpëriste në vesh. Bota është në duart e tua! Sa e çuditshme! Por çdo veprim i vogël mund ta ndryshojë të, ndaj kujdes. E habitur, ajo e mbajti sekret këtë zbulim dhe vendosi të kujdesej për globin me gjithë dashurinë e madhe që kishte. Në fillim, askush nuk e vuri re, por më pas, diçka e çuditshme filloi të ndodhte. Kur Kiara bënte diçka të mirë, si të mbillte një lule ose të ndihmonte një shok, globi ndriçonte më shumë dhe në të shfaqeshin ngjyra të reja. Kur fëmijët luanin dhe ndihmonin njëri tjetrin, qyteti dukej më i gjallë dhe natyra lulëzonte si kurrë më parë. Por një ditë, një grup fëmijësh e pa Kiarën me globin e saj dhe nga kurreshtja e shoqëruan me xhelozi, ja morën me forcë. Ato nisën të lodhin me të duke i trajtuar si një lodër të zakonshme. Shumë shpejt, globi filloi ta humbas shkëlqimin e tij dhe qielli mbi qytet bë gri, një gri e rënduar. Kiara u ndjekej shumë, por nuk u dorëzua. Ajo u afrua me zemër të hapur dhe u tregoi fëmijëve se si kujdesi dhe dashuria ishin çelësi për të kthyer magjinë e globit. Duke parë fytyrën e saj të vendosur dhe fjalët e saj të sinqerta, fëmijët e kuptuan gabimin e tyre. Ata ja kthyen globin dhe bashkë me Kiarën vendosën të punonin për ta mbrojtur atë, duke bërë veprime të vogla, por me shumë kuptim. Gradualisht, globi fitoi shkëlqimin e artë dhe qyteti u mbush plot e përplot me drita dhe gëzim, që nga ajo kohë, Kiara dhe miqtë e saj mësuan se bota në duart e tyre ishte më shumë se një lodër, ishte një përgjegjësi për të dashur dhe për të ruajtur atë. Një kujtesë se veprimet e vogla kanë një ndikim të madh, shumë të madh, në botën përreth nesh. Faleminderit shumë, Solle, këtë kujdesje të madhe dhe këtë dashuri të madhe për mamën natyrë, për botën, jemi ne, fëmijët, ato që duhet të kujdesemi dhe ta ndihmojmë njerëzimin që ajo mos na kthehet neve kundra. Faleminderit shumë, Tita Marga. Faleminderit ty, Moza, që lexove aq bukur. E në fakt, krijimtaria jote të rëmben dhe besoj dhe shpresoj që kemi rrëmbyer vëmendjen e shumë dëgjuesve dhe shumë fëmijëve, të cilët të gjenë mundësinë dhe kuriozitetin ta shfletojnë këtë libër dhe ta kenë pjesë të bibliotekave të tyre, pse jo. Tita Marga, mund të na japësh një informacion ku fëmijët mund ta gjejnë librin tuaj? Moza, unë nuk e kam çuar në asnjë librari, përveç se mund të më kontaktoj. Sa po ka dalë libri? Është i freskët, ka aromën e shtypshkronjës akoma. Po, është vetëm një muaj që ka dalë. Mund të më kontaktojnë mua kushdo që
e dëshiron librin ta bëj pjesë të bibliotekës, edhe librin e postoj jo nga këtu në Gjermani, por në Shqipëri edhe mund ku të munden. Faleminderit Margarita, nëse ti ke dëshirë të cilësh diçka nga krijimtaria jote kështu live, je mirëpritur, ose një mesazh përmbyllës, si të dëshirosh ti. Besoj që të gjitha që jemi në panel, pjesët që i kishim përgatitur i kemi bërë, apo jo? Kemi diçka të lënë pezull? Jo. Jo, nuk kemi. Okej. Atëherë, Marga, fjala për ty. Në fakt, një sekond. Sepse janë akoma videot e nipit të Margaritës. No, ka si. Bujaria e tij. Angjo ishte një fëmijë shkathët, i përkodhelur dhe shumë i zgjuar, me një diferencë moshe prej 10 vjeç nga vllai. Dale, prit një sekond tani. Se ndoshta është një gjitha dhe nipi e ka bërë me copa, nuk e di. Angjo dhe mesimi i vërtet. Angjo ishte një djalë i zgjuar dhe shumë i dhënë pas futbollit. Ai kishte një pasion të madh, skuadrën e Bayernit. Ai ndiqte të gjitha ndeshjet dhe kur skuadra e tij humbiste. Mërzitja e tij nuk ishte për skuadrën që humbiste një ndeshje, më shumë se sa kur shokët e klasës fillonin të gancmonin kur skuadra e tij e preferuar humbiste. Ha, Angjo, prap humbi Bayerni yt, i thoshte Bledi duke qeshur me shokët. Ditë pas dite, talit nuk ndalishin. Angjo ndjente zemrën të rënduar, por nuk thoshte gjë. Një ditë mësuesi të gjithë shka dhe vendosi të ndërhynte. Fëmijë, tha ai, nëse fitoret janë gjithmonë të rëndësishme, atëherë çfarë ka besnikëria? Angjo nuk ngjes skuadrën vetëm kur fiton, por dhe kur humb. Kjo tregon forcë dhe dashuri të vërtetë. Fjalët e mësuesit i lan shokët pa fjalë. Të turburuar ata shkuan tek Angjo dhe i kërkuan falje. Pra asaj dite, jo vetëm që nuk e ngacmonin, por dhe fillan ta pyesnin për skuadrën e tij të dashur. Nuk është turp të humbazësh apo të mbrosh atë që dashuron. Respekti dhe besnikëria janë më të vlefshme se çdo fitore. Te Zemag, më ke kënaqur me këtë libër dhe me këtë përradhë. Faleminderit shumë, të dua. Tani unë keqen. Nuk po e kuptoj tani, në fakt, po mua më duket sikur është një e tëra, po duke mbyllur me atë përshëndetje më vuri në dyshim. Bujaria e tij. Angjo ishte një fëmijë shkathët, i përkodhelur dhe shumë zogjte e pëllumbeshë. Po një çik Margarita, sepse nuk është një tregim i gjithë. Unë të parë nuk e dëgjova, nuk e di si kisha shtypur toni dhe nuk e dëgjova se kush ishte, po besoj mos ka qenë ajo me që loste sport, edhe me ato lekët që adhurovi një ndacaku, ajo e para nuk e di. Se dy kam tregime për Angjon. Okej, unë po i vazhdoj të treja siç më kanë nisur atëre. Zogjte e pëllumbeshës. Teksa luanin një mëngjes në parkun afër shtëpisë, Tomi topin fort e gjuan mbi blirin pranë avllisë. Ca cicërime u dëgjuan kur topi pemën shkundi mbi tokra dhe u rrezua folea e një plumbi. Brenda saj në qetësi, 3 zogjë të vegjël flinin. Tomi sapo i vështroi tha, në pemë do t'i ngjitim. Me kujdes mori folenë, zogjë nga gjumi mos t'i zjonte. Në balkon tha, sot do të flenë miqtë e vegjël shumë i donte. Sa herë zogjtë të cicëronin, pëllumbesha do t'i gjente, do fluturonte në merak, me ushqim do t'i ushqente. Nuk kaloi asnjë ditë kur zogjë filluan të qajnë në pëllumbesha me një frymë mbi balkon erdhi t'i mbaj. Sa shumë ajo u gëzua kur zogjtë e saj i gjeti, hapi kracin mbetëreshe, i përqafoi dhe mang treti. Të dua shumë të Zemag, më ke kënaq me këtë përradha. Do t'jetë një tjetër kjo atëre. Bujaria e tij. Angjo ishte një fëmijë shkathët, i përkodhelur dhe shumë i zgjuar, me një diferencë moshe prej 10 vjeç nga vllai i tij Danieli. Ai ishte qendra e vëmendjes së prindërve. Në shtëpi kishte lodra gjithandej, veçanërisht makina dhe topa.
Kur mbushi 6 vjeç, prindrit e regjistruan në kurs futbolli ku u bë menjëherë pjesë e skuadrës fal talentit të tij si sulmues i shkathët. Prindërit i premtuan se për çdo gol do të shpërblej me 2000 lekë të vjetra. Një ditë pas një ndeshje, kur shënoi 3 gola, Angji kërkoi mamit 6000 lekë e premtuara, duke që ishur mami I dha 5000 lekë. Mjaft I ke, I tha ajo. Në rrugë për një shtëpi ata pa një fëmijë ndacak që dridhej nga I ftohti. Mami I dha një 2000 lekë, por Angjo duke ndier keqardhi u kthye dhe I dha dhe 5000 lekëshin që kishte marrë. Djali e falenderoi me një buzëqeshje dhe e përqafoi. Kur mami e pyeti pse e bëre këtë, Angjo u përgjigj me kënaqëri. Një zë I brendshëm më tha që un kam gjithçka, lodra, rroba, shtëpi, ndërsa ai s'ka asgjë. Sa mirë bëra që a dhash, ai mundi të jetë dhe vëllai. Mami e përqafoi Angjon dhe e falenderoi për zemërgjërsinë dhe kuptoi që fëmijët shpesh I japin botës mësime me çlit. Dëgjoj këtu teze Margarita, edhe pse ai se ka bërë ndonjëherë këtë zanat, e bëri vetëm për ty. E vërtet ka vlerësimin maksimal. E vërtet edhe kjo është një tregim I vërtet që vet Angjo ma ka treguar se si ka ndodhur. Dhe është Jo, po duke I qenë të dyja me Angjo njëra, Angjo tjetër mos, unë është një tregim edhe pas kam prerur për gjysmë, prandaj dhe e ridhash. Jo, Angjo është I vetë, unë e kam vendosur 2 herë në libër me të njëjtin emër dhe tregimet janë të vërteta për Angjon. Faleminderit. Cindy zemër, duhet të kemi dhe 2 mesazhet e fundit për të lexuar. Po, Dafi Laç, thot Cindy është daja im, dhe përshëndesim. Sa mirë. E përshëndesim dhe ne dajen tënd. Po, Zana Alka, faleminderit Alma dhe Moza, na kënaqët me këtë emision. Faleminderit që po na ndjek. Të falenderojmë Zana që ti impenjove djalin tënd për këtë surprizë kaq të bukur për tezen. E falenderoj dhe unë shumë motrën edhe Angjon. Edhe ty Alma, I bëre të mundur. Kesh me jetë. Unë në fakt dua të falenderoj të gjithë dëgjuesit, por sidomos kur janë familjarët, të cilët bëhen bashk për të promovuar dhe për të krenuar për talentet që kanë njerëzit e gjakut të tyre. Nëse ne nuk do të jemi për njëri tjetrin, nuk mund të presim që një rreth më I gjerë të na mbështesë dhe të na përkrah. Kështu që faleminderit të gjithë miqve, të gjithë vëllezërve për ulje përpara prindërve tanë që na kanë edukuar me frymën e solidarizimit për të qëndruar bashkë njëri tjetrit, për të ndjer krenar për ecurit dhe për arritjet që kemi bërë dhe që të afërmit tanë bëjnë vazhdimisht. Faleminderit dëgjuesve të tjerë që nuk njohin asnjë nga paneli, por që arti I bukur dhe Peter Panizmi I bashkon për të qenë së bashku. Mos harroni që e diela vazhdon, ka ende orë në dispozicion për ta shijuar këtë ditë pushimi dhe njëkohësisht aromën e festave që janë në vijim për të ardhur, ju uroj vazhdimisht të keni kënaqësira të tilla dhe sa më shumë gëzime në familjet tuaja. Besoj që më bukur se sa kaq nuk do të kishim festuar dhe gëzuar një të diel të begat si kjo që ishte e mbushur plot fantazi dhe ëndra fëminore. Fal Margarita Llapushi Zenelit. Faleminderit shumë Margarit që pranove ftesën tonë dhe me mirësinë tënde zbukurove dhe shpalose një anë të medaljes për cilën njerëzit kanë shumë nevojë, atë të përuljes përpara mirësisë dhe ti je simboli I saj. Faleminderit. Me botës fëminore. Falenderuese ju jam unë, ju Moza, me gjithë zemër, Almën, Sindit, mamit, Noemit, nga Amerika që s'jam bëjë me në temrin. Suzana. Kam edhe emrin e motrës tënde, nuk e di se I ka emrin e vërtet. Zana ke një motër kështu? Zana, po, Zana edhe mua Zana më flasin, po Suzana e kam emrin. Shumë falenderit Margarita. Të gjithë ju të interpretuat, lexuat pjesë nga librim. Unë në fakt doja shumë të tregoja edhe një pasion timin për muzikën që kam pasur që vogël, po do ta lëm për herë tjetër. Jo, mund ta tregosh. Ti mund të na e demonstrosh, jo të na e tregosh, mund të na e demonstrosh atë. Në fakt. Mirë, patjetër, atëherë po
Po, 2 strofa të vogla, megjithëse kam dhe çik zërin dhe e di që kolla më ngacmo, po do mundohem të... Nuk je në konkurs, ë? Ka qenë një këngë që kam kënduar e vogël kur bënim ato veprimtaritë artistike jashtë shkolle. Edhe më ka ngel në shpirt. Sa i dua lulet, kam për to kujdes, i ujis me gzim, me për mëngjes, ua di dhe emrat, ngjyrën dhe aromat, si qitin dhe festat, që ne u adhurojmë, se lulet janë si zemrat plodrit, që bashkë me ne pranvera i rrit, me gëzim dhe festa, mbushur jeta jona, me mira lule për të dhurojmë. Më falni. Bravo, s'kishte mbyllje më të bukur se kjo. Në fakt isha përgatitur dhe 2-3 këngë tjera, po nuk ishte mundësia sot. Jo, që nuk është mundësia. Ne vendore i kemi emisionin. Mund të vazhdosh, se na kënaqe. Kam frikë se i le në gjysmë dhe pastaj do ta prish. Jo, vazhdoj. Kur kam qenë 12 vjeçe, ka qenë kënga e duam lumturinë e Parashivis Makut. Edhe unë kam insistuar atëherë do ta këndoj këtë këngë në një koncert dhe kam kënduar bashkë me korin, kuptohet se ajo ashtu është kënga me fëmijë. Edhe e këndoj vetë vazhdimisht gjatë ditës, e kam shumë për zemër. E dëgjojmë. Do më falni. Kur një zok një pëllumb ne shikojnë, duam krasi ata të fluturojnë, zemra jon ti këta kur troket, me zemrat flet. Në gjashtin ku do jam pranverojnë, dhe në sy ata mbajnë jetën tonë, dashurin, lumturin e pa fund, me ëndra shumë. Kam një bot me ëndra, janë të vegjël shumë, mos lëndoni nënat, syrin e pa gjumë, të gjitha doj duroja, kaq të lumtur t'i shikoja, dhe fëmijët në gjithë klubin anë mban, të gjitha doj duroja, kaq të lumtur t'i shikoja, dhe fëmijët në gjithë klubin anë mban. Mos ja u prish një lumturin, mos ja u prek një dashurin, as kërkush mos ta provoj, se nëna su lejon. Fjallën nën kudo në bot, zjon në zemra dashurin, mirë mëngjes jetës i thot, se nëna linjërin. Kjo dorë që tundi t'jepin, gjithë botën e gëzon. Bravo, Marta, na ke surprizuar. Në fakt, unë dua mikrofonin se s'më rrijej. Nuk më rrijej, po. Faleminderit. A birbilosur. Na përlote, Margarita, na përlote. Tani në fund, na e ruajte këtë surprizë kaq të bukur. Por unë të kam pasur dhe në emisionin tim në orën poetike dhe ma ke mbajtur këtë informacion të fshehur. Ja një arsye tjetër për të ardhur në emision sërish. Ishte lënë surprizë për botën e fëmijëve. Dhe në fakt, përpara se ta mbyllim, dhe me qenë se ne jemi përpara festës Pashkëve, unë juftoj që të krijoni për rreth festës tregime dhe vjersha. Kështu që të kemi mundësi të përmbajemi temës së festës edhe të lexojmë krijimtaritë tuaja. Faleminderit. Kushdo që do t'i krijoj dhe do na i dërgoj. Margarita ti thej që kishe 3 këngë, tani këngën e fundit dhe mbyllja do bëhet me këngën tënde. E fundit vetëm 2 strofa për mësuesin që kishim atëherën.
Edhe le t'i përshëndesim të gjithë mësuesit që janë në dëgjim me këngën e Margarita Llapushi Zenelit, me pasionin e saj më të ri që sapo mësuam, por që buron nga fëmijëria e saj. Dhe miken ton këtu, Bona Bazin që është mësuese, dhe maman tënde Mimoza. Faleminderit shumë. O mësuese dashur, ne të duam shumë, ti për ne je nënë bab se na edukon. O mësuese dashur, ne të duam shumë, ti për ne je nënë bab se na edukon. Festën e mësuesit me gëzim festojmë, lulet më të bukra ne u adhurojmë. Bravo, bravo. Dhe ne ju dhurojmë vërtet lule dhe urimet më të mira të gjithë mësuesve që kanë edukuar fëmijë me përkushtim dhe me dashuri të tillë. Si këta që kemi në panel, por edhe si zonjat tona të mrekullueshme, të cilat sot spikatën me dashurinë e tyre, me mençurinë e tyre dhe me krijimtarinë e tyre. Faleminderit Margarita që ishe dhe na premtoj që do të vish sërish dhe të bësh pjesë me zërin tënd. Jo vetëm me penën tënde. Ju premtoj, faleminderit që më dhat mundësinë, ju jam mirënjohëse të gjithëve dhe ju përqafoj me zemër ju dhe të gjithë dëgjuesit që na ndoqën, na mbështetën. Dhe Cindy, të lexojmë për transparencë dhe për respekt të gjithë dëgjuesve, kemi dhe disa mesazhe të tjera. Do të vjosh që nga Zana Alka? Po, përqafime edhe nga Angjo. Përqafime dhe nga Angjo, jeni shumë të mira. Faleminderit. Esmeralda Përleka, respekte, i duam këtë këngë. Bravo. Faleminderit. Bona Abazi, mësuese Bona. Bravo, këndo. Esmeralda Përleka, mami më përsëri, sa bukur, na kënaqe. Faleminderit. Mesazh shumë i bukur. Mësuese Bona përsëri, sa këngë të bukura kishte dikur, ju këndoft zemra. Faleminderit. Faleminderit. Mimoza Eliona Osmani, bravo. Faleminderit. Dhe Emi Krosi, shumë urime goca. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit të gjithë dëgjuesve, të cilët vërtet na bëjnë të ndihemi mirë, pse jo, dhe na përkëdhel fati që jemi të rrethuar nga njerëz me një ndjeshmëri artistike dhe shpirt fëminor, si të gjitha këta që sot ishin me ne dhe na ndoqën, na dedikuan kohë nga koha e tyre. Atëre, nuk na mbetet gjë tjetër veç se të përshëndetemi me të gjithë dëgjuesit tanë dhe Margaritës t'i urojmë krijimtari të vazhdueshme, mus të pashtershme dhe të jetë sa më shumë e pranishme mes nesh. Falënderim shumë i veçantë mamave të cilat shoqërojnë fëmijët e tyre. Suksese të gjithëve. Faleminderit shumë. Faleminderit Suzanës të palodhur dhe të disponueshme vazhdimisht për ne, dhe Papagallit i cili e bëri kaq të këndshëm emisionin sot. Do filloj të mësoj të flasë dhe unë dhe nëna Shqiponjës, e cila për hir të ngarkesës në panel me siguri është larguar, por që është në dëgjim me siguri. Atëherë, natën e mirë dhe një fillim jave të mbar për të gjithë ju. Natën, sukseset të gjithëve. Natën.